Dasma shqiptare 2017 paraqet. Mirdita që të gjithëve. Jam një grua 46 vjeçe. E jeta ime prej shumë vitesh ka hyrë në një rrjedhë të zakonshme, nga ato që i njihen fillimi dhe fundi që në mëngjes. Jam e martuar, kam shtëpinë time, punët e përditshme dhe një rutinë që rrallë herë ndryshon. Kur arrin në këtë moshën time, njeriu fillon dhe ndjen një lloj malli për kohën kur kishte më shumë gjallëri, kur dilte më shpesh dhe kur jeta nuk ishte vetëm gatim e pastrim e biseda të rëndomta për faturat të shtëpisë. Burri im është një njeri i mirë, por shumë i dhënë pas punëve të tij, dhe shpeshherë harron që unë kam nevojë për pak vëmendje apo për të ndryshuar ambient. Mbeta gjithë ditën mbyllur brenda 4 mureve. Familja e burrit tim banon të shumë afër. E vëllau i tij, pra kunati im, ka një shtëpi vetëm pak metra larg tonës, në të njëjtën rrugicë. Por kunati ka një djalë që është 35 vjeç. Ai është një djalë i ri, plot energji, shumë i pashëm dhe i shoqërueshëm. Për shkak të moshës dhe të statusit të tij, ai dilte shumë shpesh, thuajse çdo fundjavë. E unë e shiha nga dritarja apo nga oborri që rregullohej, vishej bukur, parfumohej dhe nisej për të takuar vajza të ndryshme. Jeta e tij ishte dinamike, plot lëvizje dhe takime. Sa herë që e shihja të nisej ashtu i rregulluar, mua më linte një lloj xhelozie dhe lakmie e brendshme, por në mënyrë të mirë. Më vinte keq për veten time që rria vetëm brenda. Kështu që sa herë që piqeshim në obor, apo kur ai kalonte para portës sime, unë fillova ta ngacmoja me fjalë. O djalë, i thosha duke qeshur, po mua, pse nuk më merr ndonjëherë me vete nëpër ato vendet ku shkon ti? Mbeta gjithë ditën e mbyllur në shtëpi, duke parë vetëm telenovela e duke lar enët. Dua që edhe unë të dal e të shoh pak botën, i thosha atij. Ai në fillim vetëm buzëqeshte, i jepte gaz makines dhe largohej pa më varur fare. Nuk i merrte seriozisht këto fjalët e mia, i quante thjesht mohabete grash. Por unë nuk dorëzohesha, vazhdoja ta ngacmoja sa herë që më jepej rasti. Një ditë tjetër, kur po kthehej nga qyteti, i dola përpara tek rruga dhe i thash përsëri: "Ke për ta parë se do të vi një ditë që do të më lutesh ti mua për të dalë së bashku, por atëherë do të jetë vonë dhe s'kam për ta varur unë ty. Do të lë që të presësh", i thash atij. Ai ndaloi, hapi xhamin e makines dhe më pa duke qeshur më të madhe. "Po si jo, tha, hajde, më tha me shaka, ti je plakur tani, unë nuk dal dot me plaka, unë dal vetëm me vajzat e reja, kështu që mos e mbaj shpresën kot të kon." E ato fjalët e tij për moshën më mbeten pak në mendje, edhe pse dija që ai po bënte shaka. Më erdhi pak keq sepse unë nuk jam nga ato gra që e lën veten pas dore. Mundohem të mbahem mirë, por ndoshta mosha edhe e bënte veten, dhe fakti që ai me quajti plak më bëri të dëshiroja edhe më shumë t'i tregoja se e kishte gabim. Kështu vazhdoi kjo historia e ngacmimeve tona për disa muaj.
Sa herë që shiheshim, unë I përmendja daljet, ndërsa ai më kujtonte gjithmonë moshën time. Gjërat ndryshuan plotësisht një ditë pas dite, kur burri im kishte ikur në qytet për të parë disa pajisje pune dhe nuk do të kthehej deri vonë në darkë. Unë isha mërzitur shumë duke ndëjtur vetëm, e vendosa të shkoja tek shtëpia e kunatit tim për të pirë një kafe me nusin e tij e për të kaluar të paktën ja 2 orë me muhabet. Kur arrita tek porta e shtëpisë së tyre, pash që dera e oborrit ishte e hapur, por oborri ishte plotësisht I qetë e s'kishte njeri. Hyra brenda në korridor dhe thira disa herë me zë të lartë nusën e kunatit, por askush nuk u përgjigj, e shtëpia dukej e zbrazët. Eca me tutje dhe u futa në sallonin e madh. Aty pash që dritaret ishin gjysmë të mbyllura dhe drita ishte e pakët. Tek divani I madh në fund të dhomës ishte shtrirë djali I kunatit. Kishte televizorin ndezur, por me zë të ulët, e ai ishte krejtësisht vetëm në shtëpi. Prindrit e tij kishin ikur diku dhe tha që nuk do të vinin deri shumë vonë. E sa po e pash aty, më duk rasti ideal për të vazhduar lojën tonë të zakonshme të ngacmimeve. Ju ofrova divanit me hapat e lehtë dhe I fola me një ton që dukej sikur po sfidoja. E po tani të zura vetëm dhe s'ken gat me ikesh më, I thash atij duke qeshur. Nuk ke as makinë ku të futesh e as vajzat e reja që të mbrojnë. Tani je në dorën time, I thoja. Unë prisja që ai të kthehet me thoshte ndonjë nga ato fjalët e tij të zakonshme për plakat e të qeshnim të dy si gjithmonë. Por këtë herë, reagimi I tij ishte krejtësisht I ndryshëm. Ai nuk qeshi, unë ngrit ngadalë nga divani, u çua në këmbë dhe me pa me një vëmendje që nuk I kisha parë kur me parë në sytë e tij. E zëri I tij tani kishte ndryshuar, ishte bërë si me I qerrët dhe sikur I dridhej gjatë kohës që fliste. Mbylle, me tha ai, mbylle derën me çelës, me tha duke treguar me gisht nga korridori në fund. Unë mbeta në vend, nuk po u besoja veshëve të mi për atë që sa po dëgjova. Mendova se mos ishte ndonjë lojë e tij e radhës apo ndonjë shaka pa krip. Me të vërtetë ke? E pyeta, duke qëndruar akoma e pa lëvizur aty ku siça. Po pra, mbylle me çelës se nuk I dihet. Vazhdoi ai me të njëjtën qetësi, por duke më ardhur pak më afër. Mund të kthehen të tjerët, ose mund të hynë ndonjë komshi pa trokitur. Shko mbylle derin me çelës dhe eja shpejt se mos vjen dhe na gjen ndokush këtu, më tha ai. Zemra filloi të më rrihte me një shpejtësi të madhe dhe ndjeva një nxehtësi të menjëhershme të më ngjitej nga poshtë e lartë. E kuptova që loja kishte mbaruar dhe se ai nuk po bënte më shaka. Ftesa e tij ishte e vërtetë dhe drejt për drejt. Pa u menduar gjatë, u ktheva, shkova me hapat e shpejt në korridor, e rrotullova çelësin e derës së madhe 2 herë. Dëgjova zhurmën e bravës që u mbyll dhe tani u sigurova. Sa po mbylla derën, u ktheva sërish drejt sallonit. Ai po me priste në të njëjtin vend në mes të dhomës.
Nuk isha me asnjë lloj ngurimi apo frike. Vrapova me sa shpejtësi që munda, me nxjetim drejt tij dhe ju hodha plotësisht në përqafim, duke i rrethuar qafen me të dyja duart e mia. Ai ishte shumë i fuqishëm, sapo trupat tanë u bashkuan, ai me kapi fort nga beli, me ngriti hopa në krah nga dyshemeja dhe me mbajti lart pa asnjë sforcim. Unë i shtrëngova këmbët rreth trupit e tij që të mbahesha më mirë. E ne ashtu, duke me mbajtur pesh në krah, ajo ofrua dhe ne u puthëm me sa që mundeshim në buzët tona. Ishte një puthje shumë e gjatë, e nxehtë, që fshiut. Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjini videon like, nëse nuk doni abonohuni ose bëjini subscribe.